po shone këtu ku me dalas ku me hijas. Shepura përërimi I autostradës Kyqës të një anshme të parakoshme. Vetë sa për zgjedhje me thonë që u kry po sheja s'ka, ja. Ku me dalë, o njerës që e përëru të rrugën, ku me hi për vitis, po muj. A ka mënë si më tregu. Në rina në Kaçanik. Nuk flet as kosh. Njerëz, do të bëjë përërimi I Kyqës në autostradë, a më I daljes jo. A ti shosh kjo, hen edhe së ndel mo. Kështu që po provoj më këthy, po shkoj del Kaçanik. Nuk besoj që sheja mos ko gjithsesi, as kun s'po shej da thot ku me hy, po silëm në anën tjetër, me bëjnë në rrugtim pak ma gjatë, e ta shumë që po ndodhë. Se patë edhe reagime së nga shoqëria civile, mediat, se është bërë para kohë I pa përfunduar. Por ditë para zgjedhjeve zakonisht ndodhin këto gjona me po kush e ka boat përërim, dihet pse e ka bo, se ka ndodhur është edhe ma herët gjërat e tilla të partive politike. Po unë erdha me gzim për I Prishtinë, pash hajde të ja bëj për hajër, edhe tash po thot që dërgona I Kaçanik. Po më thot hes drejt, se hala nuk posh dalje kon. Po shkojmë qështu, live, hajde, ta shumë derisa ta gjam a rrug daljen. Me hi kimi hi, ku të dalim zët bën e hajrë. Po mbate e kina prit kitë hyrje, kitë dalje. E kanë punu shumë njerëz. Po tasht nuk po dijene sakt me çfarë pranimi apo ka në fat pranim teknik të kësaj pune që është përfundua, mund të ketë rrezik, se përderisa nuk ka shenja të komunikacionit, edhe nuk din ti se realisht ku me hi, ku me dal, unë nuk pash, edhe pej Prishtinë, do thot pej pjesës Ferizajt këndin, do shta dhe jam I keq informuar si një qytetar që lexova dhe pash se është bërë përërimi, po tash na këtu do të me bo një këthes dërgone. Edhe besa të ndalëm qëto. Ta shumë tashti se që ka pëndodhë pjesën tjetër, në fali, qëre ka njëherë është mirë me ullë telefonin por se mund mi thyrë reglat e komunikacionit pa dëshirë, edhe me këtë video pastaj të vjen dënimi I policisë. Ka njëherë shet telefoni pa dëshirë. Okej, tasht po kyqëm në autostradë pej pjesës tjetër. Ta më thonën jena në dërgona I të Kaçanikut, se prej pjesës e Prishtinës për viti, nuk mujta me hijën e për viti as kënd. Nuk pash as shej, as dalje, ose ndoshta ndaj far dalje e vogël, për nuk po di, do ta verifikojnë tash. Hajde, e dyta vërteta s'ka, treta vërteta, po na do ta provojnë tash se ato tjetë mundësia për të futur në rrugën regionale tash apo si quhet për viti në Gërlicë. Një
problemi cili u po sot. Tash na mbetët me pa neve. Po afrohemi katar. Po është reagim që ka bo edhe rrjeti i organizatave jo qeveritare Avonet, ku ka paraqit një lloj mashtrimi, realisht, që po bëhet me këto përorime, do të thotë, të punëve të papërfunduara, besa dhe në rrezikshmëri, do të thotë, për arsye se ende nuk janë të përfunduara për kyçjen e autostradë, e po afrohemi. Por si do qoftë nësë përdu me paragjyku, as me kritiku, as me akuzu, vetëm thjesht erdha pe Prishtine me shku në Viti Kakelica, po na për autostradë. Po afrohemi në Gërlic. Hajde ta shumë tasha kem na i shej, apo kem na i kyçje, nëse kemi, nëse s'kemi, po këthejna për Prishtinë. Këtu Gërlica. E tashti shohim pe gradacion pak shpejtësin. Edhe pse në autostradë nuk lejohet, po ikim pak anësh. Qa? Mos me pas mundësi më na ik dalja. Çdo një shej që po thot, mësa mërë kjo, Viti. Ja, më lumin e rëtimi aftë, s'ka Viti. Hajde. Që to po thot të u punu. Punimet në rrugë. Edhe këtu e ketë një shej, hajde ta shumë. Apo në e për Viti një qenur, punime. To punu, jo, asë ke shej nuk është. E që të pëmdu këtë, hop, erdha. Ja. Të 16 dorë. Hajde. Që të po ma leja me hi për Viti. Dhe ja. Hop, kyçje. Shumë e ngusht më kjo rrugë. Unë e hina bura. Që kjo ja më kështu më vëlla. Që kjo kyçje ka prej anës së Maqedonisë. Ka tash për Viti. Spedione. Po. Unë u kyça për me shkue, me dal, jo. Pe Prishtine, për me dal, do të me shku në Daganaj, më këthy e për me dalë qëtu. Ndryshe s'ki mundësi. Nërsa kjo këtu është kyçje për në autostradë. Po dalje për në autostradë vetëm për pjesës Maqedonisë. Për pjesës Prishtinës me arti nuk mund me dalë. Edhe pse këtu të punu akoma. Okej, si dhe shtjetë, ju përshëndes, e uroj të kaloni mirë. Nesër mos gaboni mos me dalë në zgjedhje se do të me votu gjithë edhe me zgjedh më të mirin. Kush është më i miri, ato që ju e mendoni dhe përcaktoni. Kalofshi mirë, tash më përshkoj drejt Vitis, masi ko ka qelë, drejtën Viti.